Kompania e automjeteve Rockshpet, e cila është e njohur për punën dhe suksesin shumë vjeçar në vende më gjerë, quhet dhe si kompania tregtare e automjeteve më e mira në Ballkan. Kjo kompani të njëjtën me datën 8 nëntor 2018, mbrëmjen ia kushtoi markës Audi. Në ambientet e Centerville, Capital Plaza në Podgoricë, me fillim në ora 20, promovojnë modelet më të rëndësishme të markës Audi. Audi A6, Audi A7, Audi A8 dhe Audi Q8. Ponovo sam tu. Šta planiraš tamo? Të ftuar në këtë mbrëmje ishin rreth 250 veta. Në mesin e tyre ishin prezent figura të njohura të politikës, kulturës, sportit dhe padyshim të biznesit në Maltëzi. Në mesin e tyre ishte edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maltëzi, Riti Kurtezi. Në fillim, moderatorja foli mbi arritjet e kësaj kompanie, suksesin dhe qëndrueshmërinë e saj gjatë këtyre viteve. Më pas, vijoi prezantimi i 4 modeleve të markës Audi, duke filluar nga Audi A6, Audi A7, Audi Q8 dhe Audi A8.
zaboravili tu priče, to je zadnji put. Zaboravili biznis plan. Ne zaboravi plan za večeras. Zaboravi plan za večeras. Samo uživaj. U slobodi. U autu. Zaboravi auto. Të pranishmit u informuan që në tavolinat e tyre kishin formularet që ata të cilët kishin dëshirë të provojnë këto makina. Duhet t'i plotësojnë formularet me të dhënat e tyre dhe makinat do të jenë në dispozicion me datën 13, 15 dhe 17 nëntor. Rocksped Auto Centar je kao takav prepoznat na ovom tržištu. Fjala e rastit në këtë mbrëmje i takoi drejtorit ekzekutiv Željko Božović, i cili i falenderoi të gjithë të pranishmit si dhe e prezantoi vlerat e kësaj kompanije. Naša matična firma, Porsche Banka, austrijska banka sa sedištem u Salzburgu, Gjithashtu të pranishmëve ju drejtua Dejan Pavlović, i cili shpreh mirënjohje ndaj kompanisë Rocksped mbi bashkëpunimin e shkëlqyer që ata kanë me kompaninë Porsche Leasing. Po gjatë kësaj mbrëmje, tek Shatërvani përpara qendrës Capital Plaza, u zbuluan skulpturat e kryeveprave të Audit, A6, A7 dhe Q8, të cilat për disa ditë do qëndrojnë aty dhe qytetarët do mund t'i shikojnë nga afër.